që propozimi i tij është kompromis. E ne ishim bindur që është një kompromis tepër i madh, sepse kishte aq shumë koncesione për brenda. Por 6 prej tyre ishin kryesorët. Së pari, me atë pako, Kosova detyrohej të instalonte një decentralizim mbi baza etnike. Ne konsideronim që kemi nevojë për decentralizim pas sovranitetit dhe njëkohësisht që ky decentralizim duhet të jetë financiar e funksional, por jo etnik. Tjetra, parashije një koncesion tjetër, eksterritorialiteti i kishave dhe manastireve ortodokse, që madje mbiquheshin serbe, në 45 zonat veçanta. Ne ishim për bashkëpunim e bashkëveprim ndërfetar, e jo për ndarje e përçarje. E donim Kosovën Republikë Demokratike Parlamentare, ku vullneti i shumicës dominon, por jo duke shkelur të drejtat e pakicave. Mirë po kundërshtonim me të gjitha privilegjet e mundshme të cilat e dëmtojnë, e ndalojnë, e gjymtojnë vullnetin e shumicës. Dhe kritikonim ulëset e rezervuara, të cilat shënonin një asimetri të brendshme në Republikën Demokratike, duke e cënuar atë. Mëtej, ne kundërshtonim shuarjen e trupave mbrojtjes Kosovës, që ishin trashëgimtare drejt për drejt e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gjithashtu, ishim për partneritet me ndërkombëtarët, por jo për servilitet karshi tyre. Dëshironim që në Kosovë të vendos kuvendi e qeveria e presidenti, e jo të kemi sundim ndërkombëtar mbi vullnetin qytetar. Dhe për të mos harruar, kundërshtonim edhe faktin që Kosova detyrohej të merrte pjesë në borxhin e jashtëm të Serbisë, ndërkohë që Serbia nuk detyrohej të paguante dëmet e